إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Falenderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin ton, falenderojmë prej Tij ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Zoti askush nuk mundet ta humbas, ai njeri që humbet rrugën dhe veten e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu Gjelle Shanuhu një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i Tij i fundit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë, Allahu Gjelle Shanuhu thot në Kur'anin famlart: O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe synoni afrimin drejt Tij, luftoni dhe përpiquni në rrugën e Tij nëse dëshironi të jeni prej të shpëtuarve. Vëllezër dhe motra, besimi në Zot është fjala më e bukur që mund të thotë njeriu. Besimi në Zot është qëllimi më i lartë për cilin mund të jetojë njeriu. Besimi në Zot është mjeku më besnik dhe më i shtrenjtë që e shpëton njeriu ditën kur nuk i hyn në punë pushteti, pasuria, familja dhe fëmia e tij, përveç atyre që shkojnë tek Zoti me zemër të pastër e me zemër të mirë. Por, vëllezër dhe motra, besimi në Zot nuk është thjesht një fjalë goje që thuhet djathtas e majtas që ta dëgjojnë njerëzit tjerë. Besimi në Zot nuk është slogane dhe tabela që i ngrejmë sipër t'i shikojnë njerëzit. Besimi në Zot nuk është vetëm disa veprime që bëhen pa shpirt për t'i parë të tjerët. Besimi në Zot që t'jetë besim që ka peshë dhe vlerë tek Allahu Gjelle Shanuhu ka dy baza, vëllezër dhe motra, jashtëzakonisht rëndësishme. Baza e parë e besimit është bindja, dorëzimi tek Allahu Gjelle Shanuhu, tek kaderi i Tij, tek caktimi i Tij, tek premtimi i Tij, tek urdhrat e Allahu Gjelle Shanuhu. Dhe baza e dytë e besimit është dashuria, dëshira, qetësia që çdo gjë ta bësh për dashurinë që ke ndaj Allahu Gjelle Shanuhu dhe jo me imponim për njerëzve të tjerë. Shihni të gjitha bazat e besimit dhe të Islamit ton, vëllezër dhe motra. Të falësh namaz do të thotë ta bësh atë me bindje, me qetësi dhe me dashuri për Allahun Gjelle Shanuhu. Ta agjërosh Ramazan do thotë ta bësh atë se ti ke bindje, ke qetësi dhe ke dashuri për Allahun Gjelle Shanuhu. Të japësh paratë e zakatit, detyrimit ndaj Allahu Gjelle Shanuhu, do të thotë se ti e bën këtë se ke bindje ndaj Zotit të gjithësisë dhe dashuri për këtë Zot. Të shkosh në haxh, të harxhosh pasurinë tënde, jetën tënde dhe kohën tënde, edhe kjo tregon që ti ke bindje ndaj Allahu Gjelle Shanuhu dhe ke dashuri për Zotin e gjithësisë. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, edhe kurbani, i cili është kryefjala e këtyre ditëve në 4 anët e botës islame, nuk është thjesht një ritual i trashëguar brez pas brezi që ne bëjmë pa kuptim. Jo, Zoti nuk urdhëron gjëra që janë pa kuptim dhe nuk i pranon ato punë që njeriu i bën pa kuptim. Edhe kurbani nuk është thjesht një mish që pritet, që konsumohet, që shpërndahet, se sot në botë po priten shumë kafsh, po konsumohet shumë mish, ndoshta më shumë se sa asnjëherë tjetër. Po ti mbledhësh të gjithë këto kafshë që priten sot për ushqimin e njerëzve, e ti vendosësh në një anë peshorës
e në anë tjetër ta vendosësh një kurban sado i vogël qoftë ai, ky tjetri, ky i vogël ka shumë më tepër peshë tek Allahu xhalleshanuhu, se ky kurban është bërë për Zotin, për bindjen ndaj Allahu xhalleshanuhu dhe për dashurinë që ka njeriu për Zotin dhe për krijuesin e tij. Vëllezër dhe motra, kurban do thot afrim, ta afrohesh tek Zoti, por ti afrohesh këtij Zoti me bindje ndaj tij, me dorëzim tek ai dhe me dashuri për krijuesin tënd, për Zotin e gjithësisë. Vëllezër dhe motra, në fillimin e historisë njerëzore, dy vëllezër u konfliktuan njëri me tjetrin se kush e ka më drejt. Ata ishin dy fëmijët e njeriu të parë të Ademit alayhis salam, dhe Zoti urdhëroi që secili prej tyre të bënte një kurban. Ati që Zoti do t'ja pranonte kurbanin, ai ishte me të drejtën. E bëri Habili kurbanin e tij, thon nga dashi më i mirë i tufës së tij, e nxori të kurban me dashuri për Zotin, me bindje ndaj tij. Ndërsa vllai tjetër nxori pjesë nga drithi i tij, por një pjesë e cila ishte ndoshta pjesa më e pavlerë, e pranoi Zoti kurbanin e Habilit dhe nuk e pranoi kurbanin e vllait tjetër, sepse Zoti pranon atë që njeriu bën me bindje, bën me dorëzim tek Allahu xhalleshanuhu, dhe atë që njeriu e bën me dashuri për Zotin e gjithësisë. Në historinë tonë njerëzore na tregohet se Ibrahimi alayhis salam, profeti i Zotit, baba i profetëve, mori bashortën e tij Haxherën dhe djalin e vogël të sapo lindur Ismailin, i çoi dhe i lanë mes të shkretëtirës, ku nuk kishte njerëz, ku nuk kishte kafsh, ku nuk kishte jetë. I la dhe ktheu shpinën e u largua. Bashortja e tij Haxheria i tha vetëm këtë fjalë: o Ibrahim, a është vendimi yt apo urdhri Allahu xhalleshanu të na lesh në këtë vend? Ai ktheu shpinën dhe i tha: kjo është urdhri i Zotit. Atëherë kjo grua, por më e fortë se sa ndoshta miliona njerëz, kjo nën, dhe e dim gjithë çfarë mendon dhe çfarë ndjen nëna për fëmijën e saj, tha një fjalë që nuk harrohet deri në ditën e Kiametit: idhen lan yudayyi'ana, nëse të ka urdhëruar Allahu, unë jam e bindur se Zoti s'ka për të na humbur neve. Dhe me të vërtetë nuk e humbi Allahu xhalleshanu as atë nën, as fëmijën e saj. E bëri atë vendin më të populluar në rrezullin toksor, vendin më të famshëm në gjithë historinë njerëzore. Madje e bëri ato Ummul Qura, nëna e gjithë vendbanimeve të botës, sepse fjalën lan yudayyi'ana, nuk do ta humni Zot na humb Allahu xhalleshanu, ajo e tha me bindje ndaj Allahu xhalleshanu, me dashuri për Zotin e gjithësisë. Na tregon historia se po ky njeri i madh, Ibrahimi alayhis salam, sprovohet dhe një herë me këtë fëmijë, me Ismailin që tashmë ishte i rritur, kur i ishte lidhur shumë zemra pas djalit të tij. I shfaq Allahu xhalleshanuhu në ëndër që duhet ta bëj kurban birin e tij, nëse me të vërtetë Ibrahimi don Zotin më shumë se çdo gjë tjetër. Shkoi dhe i tha djalit të tij disa fjalë që mund t'i thonë vetëm profetët e Zotit, që nuk bën gojë prindi t'ia thot fëmijës vet. I tha: o biri im, o djaloshi im, o pjesë e shpirtit tim, unë shoh në ëndër se duhet të bëj kurban, çfarë mendimi ke ti? E si a merr goja një prindi t'ia thot diçka e të tillë fëmijës së tij, përveç se kur është urdhër prej Allahu xhalleshanu, sepse Ibrahimi kishte bindje tek Zoti dhe kishte dashuri të pakufishme për Allahun xhalleshanuhu. Më e çuditshme se sa kjo është përgjigja e kësaj fëmije, përgjigja e Ismailit alayhis salam, i cili kur dëgjon këto fjalë thot: ja abati fa'al ma tu'mar, satajiduni inshallahu minas sabirin. O baba im, ose më mirë me thënë o babushi im, sepse dhe ajo donte shumë babajin e tij, çoje në fund e urdhrin që të ka dhënë Allahu xhalleshanu: do të më gjesh mua me leje të Zotit prej durimtarëve. A mund ta thoshte diçka të tillë ky fëmijë, po mos kishte bindje tek Allahu xhalleshanu dhe dashuri për Zotin e gjithësisë. Të gjitha këto histori, vëllezër dhe motra, na tregojnë që besimi i vërtet tek Zoti është ai besim që ka bindje, ka dorëzim tek Allahu xhalleshanu dhe i cili bëhet për t'u afruar me Zotin, për të fituar dashurinë dhe kënaqësinë e tij. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, po i afrohemi festës së Kurban Bayramit, dhe kur themi Kurban Bayrami, gjëja e parë që na vjen mendje është prerja e kurbanëve. Të gjitha ata që Zoti ju ka dhënë mundësi sa për të bërë një kurban,
mos e neglizhojnë këto urdhër të Allahu xhalleshanu, të tradit profetit Ibrahim a.s. Por kur t'i bëni kurbanet tuaja, vëllezër dhe motra, bëni ato kurbane me bindje ndaj Zotit dhe për të fituar dashurinë e Tij, as me imponim, as për të dukur, se tek Allahu xhalleshanu nuk shkon as mishi i kurbanit, as gjaku i tyre, por tek Allahu shkon devotshmëria e personit që pret kurban, se kemi një Zot i cili nuk ka nevojë të derdhë gjak, nuk ka nevojë të pritet mish, por që dëshiron të shikoj devotshmërinë tek zemra e robit të Tij. Prandaj priteni kurbanet tuaja me bindje ndaj Zotit të gjithësisë dhe me dashuri për Allahun xhalleshanu. Prisni kurbanet tuaja, vëllezër dhe motra, si shenjë falënderimi ndaj të mirave të pafund që na ka dhënë Allahu xhalleshanu. Minimumi i falënderimi që tregon robi ndaj Zotit është preja një kurbani të cilin se ke krijuar ti, por ka krijuar Allahu xhalleshanu, ta ka dhënë leje ta bësh atë kurban, nuk do shkojnë tek Zoti, por do shkojnë tek njerëzit tjerë, por njeriu që pret kurban tregon që ai falënderon Zotin e gjithësisë. E falënderimi nuk është një fjalë goje. Falënderimi është ai që nis në shpirt dhe në zemër. Falënderuesi rreth pare ka zemrën e tij të mbushur me mirënjohje, me falënderim për Allahun xhalleshanu, e mban gjithmonë kokën poshtë se Zoti i ka dhënë shumë më tepër se çka kërkuar robi prej Zotit të tij. Falënderimi është ai falënderim që e shpreh gjuha kur ta pyesësh njeriu si je, e para i vjen në gojë elhamdulillah. Shqyr Zotit, na ka dhënë Zoti shumë të mira. Është kjo gjuhë të cilën e donë Allahu xhalleshanu, dhe nuk është gjuha e cila sapo të pyetet nuk pret të tregoj ankesa ndaj Allahu xhalleshanu. Falënderimi ka dhe diçka tjetër, vëllezër dhe motra. Është falënderimi me të mirat, me mundësi që të ka dhënë ty Allahu xhalleshanu. Ato që ta ka dhënë Zoti i gjithësisë, tregoje në shenjë falënderimi dhe jep një pjesë prej saj për Allahun xhalleshanu. Prisni kurbanet tuaja në shenjë falënderimi për të mirat e pafund të Allahu xhalleshanu. Mos haroni, vëllezër dhe motra, se fjala kurban do të thot afrim, të afrohesh, parsisht të afrohesh tek Zoti dhe tek kënaqësia e Tij duke prerë një kurban. Por jo vetëm kaq, të afrohesh tek prindrit tuaj, tek vëllezërit dhe motrat tuaja, tek farefishyt, prandaj njeriu kurbanin e tij e para gjë duhet ta ndajë me familjen e tij. Të afrohesh me vëllezërit dhe motrat tuaja, të afrohesh me njëri tjetrin dhe mbi gjitha të afrohesh me njerëzit që kanë halle, njerëzit që janë nevojë, të ta shohin ata mirësinë që të ka dhënë ty Allahu xhalleshanu. E lut Zotin e gjithësisë na mundsoj të gjithëve me mundësitë që kemi të presim kurbanet tona në shenjë bindje dhe dashurie për Allahun xhalleshanu, në shenjë falënderimi për të mirat që na ka dhënë Zoti i gjithësisë dhe në shenjë afrimi ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të Tij. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, njerëzit janë të Zotit, krijesat janë të Zotit, ditët dhe netët që të gjitha janë krijesa Allahu xhalleshanu. Një musliman nuk adhuron asgjë prej krijesave, sa do e madhe qoftë ajo. Nuk adhuron asgjë prej ditëve dhe netëve, sa do të shenjta qofshin ato. Ai adhuron krijuesin e vetëm, Zotin e gjithësisë, krijuesin e krijesave dhe krijuesin e ditëve dhe netëve. Por ky Zot, me bujarinë e Tij, me mëshirën e Tij, ka bërë që disa ditë të jenë më të mirë se sa disa ditë tjera, disa net të jenë më të mirë se sa disa net tjera. Siç ka bërë Zoti që 10 netshi i fundit të muajit Ramazanit të 10 netshi më i mirë që ka krijuar Allahu xhalleshanu, po ashtu ka bërë që 10 ditëshi i muajit Dhulhijhe, muaj të haxhit në të cilët ndodhemi ne, të jenë ditët më të mira që ka krijuar Allahu xhalleshanu. Për këto ditë tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka kohë kur puna është më e mirë dhe më e pranuar tek Zoti se sa puna që bëhet në 10 ditëshët e muajit Dhulhijhe. I thanë të pranishmit, o i dërguar i Zotit, as edhe lufta në rrugë Zotit nuk është më e mirë se sa puna në këto 10 ditë, as edhe lufta në rrugë Zotit, tha profeti alayhis salam, përveç se në një rast kur njeriu ka dalë me shpirtin e tij, me pasurinë e tij dhe me kafshën e tij dhe të gjitha i ka lënë në fushën e betejës, vetëm në këtë rast puna e këtij njeriu është më e mira se punët
në 10 ditët e muajit Dhulhijhe. Prandaj vëllezër dhe motra, jemi në ditët më të mira që ka krijuar Allahu xhalleshanuhu, por më e mira që mund bëhet në këto 10 ditë janë pikërisht punët e mira, janë ibadetet vëllezër dhe motra. Shtoni namazet, falni farzet tuaja, nafilet tuaja, kush ka mundësi të agjeroj, le t'i agjeroj këtë ditë, të paktën ditën e Arafatit, bëni sadaka, thoni fjalë të mira, bëni punë të mira se kanë vlerë më shumë se asnjëherë tjetër tek Allahu xhalleshanu. E dyta që duhet bëni vëllezër dhe motra është jepni halallëk njëri tjetrit, faleni dhe toleroni tek njëri tjetrin, se ai që fal dhe toleron ato ka për ta falur dhe ka për të toleruar Allahu xhalleshanu. E treta që është shumë e rëndësishme vëllezër dhe motra, shtoni lutjet tuaja, shtoni duat tuaja se me lehtë Zotit nuk refuzohen në këto 10 ditë dhe ju porosis vetën time dhe ju shtoni duat për 2 kategori njerëzish, shtoni duat për vëllezërit dhe motrat tona, për ata njerëz që po ju derdhet gjaku, po ju derdhet loti në tokën e Palestinës, që po ju bëhet një padrejtësie jashtëzakonshme që ndoshta se ka parë historia e kësaj toke dhe njerëzit po qëndrojnë të paaft, pa indiferent, pa interes, të paktën me duat tona, të jemi pranë këtyre njerëzve në këto ditë që me të vërtet tragjedinë e tyre se ka parë asnjëherë historia. Dhe e dyta kategori që të mos harronin duat tuaja, lutuni kundër zullumqarëve, kundër të padrejtëve, kundër atyre që derdhin gjakun e fëmijëve, që derdhin lotët e nënave, që po bëjnë të qaj guri dhe druri, që po bëjnë krime që ndoshta si ka imagjinuar kur mendja njerëzore. Lutuni Allahu të tregoj forcën e tij, pushtetin e tij mbi zullumqtarët, dhe forca e Allahut me lejet Allahut mbi zullumqtarët nuk ka përqen shumë e vonshme, por Zoti inshallah i jep durim muslimanëve, i jep durim atyre njerëzve. E lut Allahun xhalleshanu që Zoti t'i pranojë të gjitha punët tona të mira, t'i pranoj kurbanet e atyre që kanë mundësi të bëjnë kurbane, edhe ata që nuk kanë mundësi, le të bëjnë kurban, pra le t'i afrohen Zotit me fjalë të mira, me punë të mira, me zemra të mira. Lutuni Zotit që t'i kthej haxhit tanë me gjunahet falura, me punë të mira të pranuara, si ditën që i lindën nënat e tyre dhe inshallah të na përfshin dhe neve në duat e tyre. Lutni Allahu xhalleshanu të na mundsoj mbritjen e këtij bajrami edhe shumë bajrameve, duke qenë afër Zotit, afër kënaqësisë së tij, duke na shtuar Zoti dashurinë për të, për pejgamberin e tij dhe për gjithë njerëzit e mirë. Prej tani ju uroj të gjithë të gëzuar festën e Kurban Bajramit, inshallah Zoti na mundson të bëjmë punë të mira, të cilat janë të gjitha afrim tek Allahu xhalleshanuhu, të gjithë të cilave ja shikojmë hajrin në këtë botë dhe inshallah bëhen për ne ndërmjetësim në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. اللهم نقرأ نوف تجيذ إن شاء الله وأقم الصلاة.